Babai unë vajzën në tren. 20 vjet më vonë, një test i ADN-s tregon të vërtetën. Kur Viktor gjeti një ndarje të qetë, ai nxitoi brenda për të zënë vendin e tij. E u qetësua kur gjeti një çift me një fëmijë përpara tyre. Ai ul në ndenjse dhe e vendosi vajzën e tij në ndesë ngjitur, ndërsa ajo ishte ende në gjumë të thellë. Ai pa fytyrën e së bijës dhe psherët i u i lehtësuar. Një gjest i vogël nga një zemër e madhe. Për ju mund duket e vogël, por për mua do thot bota e tërë. Çdo mbështetje, çdo antar që bashkohet, më jep mundësinë të vazhdoj të krijoj përmbajtje që dua dhe që e di se ju e pëlqeni. Bëhu pjesë e familjes tonë të ngushtë. Kjo nuk është vetëm mbështetje, është një lidhje, një tregues se jemi në këtë rrugëtim së bashku. Secili prej jush ka rëndësi, bashkohuni tani dhe le të ndërtojmë diçka të bukur së bashku. Duke qenë se tashmë ishte një natë stresuese, sytë e Viktorit po mbylleshin në mes, pasi ai tashmë ishte i lodhur. Nuk e kishte zënë gjumi mbrëm dhe donte të dremitej për pak kohë. Por ai u përpoq të qëndronte zgjuar, pasi nuk donte të rrezikonte me asnjë çmim sigurinë e vajzës së tij. Ai ishte aq i lodhur sa që dremiti duke parë vajzën e tij. Ai nuk e dinte sa kishte fjetur apo për sa kohë, por ndihej vërtet i qetë. Ai hapi sytë dhe pa pranë tij, dhe ajo që pa i mori frymën. Vajza e tij mungonte. Ai shikoi përreth ndarjes, por nuk kishte asnjë shenjë prej saj. Rabin e tij, edhe familja që ishte ulur aty ishte zhdukur. Ku ishte vajza e tij? Ai kërkoi kudo që ishte e mundur, por nuk kishte asnjë shenjë të saj askund. Lodhët i dolën nga syt. Papritur, telefoni i ra në xhep, ishte thirrja e gruas së tij. Nuk pati guxim të merrte telefonin dhe tregonte se çfarë kishte ndodhur. Ai endej në stacion, por nuk kishte asnjë shenjë të vajzës së tij. Gruaja e tij telefononte vazhdimisht, por ai nuk kishte guximin të përgjigjej thirrjes, dhe ai vazhdoi të shmangej. Pastaj, befas, ai fshiu lodhën nga fytyra e tij dhe vrapoi drejt zyrës stacionit për të kërkuar ndihmë. Ato dha ndihmonte të gjente vajzën e tij. Teksa tentoi të hynte në zyrë, roja qëndroi përballë dhe ndaloi të shkonte më tej. Kur e pyetën pse donte të hynte, asnjë fjalë nuk doli nga goja. Ai ishte i mpirë dhe i paaftë për televizor. Kur rojët e pyetën përsëri, ai u tregoi për vajzën e tij të humbur dhe u kërkoi ta ndihmonin ta gjente. Ai kërkoi drejtuesit të stacionit të shpallte emrin e vajzës së tij në mikrofon, në mënyrë që nëse ajo kishte zbritur nga ndonjë portë tjetër, ai të mund të arrinte akoma. Por ndërsa drejtuesi i stacionit shpalli emrin e vajzës, së bashku me emrin e stacionit, Viktor u befasua. Ai e kuptoi se kishte zbritur në stacionin e gabuar. Tani ai ishte vërtet i pashpresë dhe fajsonte veten për pakujdesin që kishte treguar. Ati nuk ishte mbetur asnjë guxim të thriste gruan e tij dhe t'i tregonte asaj se çfarë kishte ndodhur, por nuk kishte zgjidhje tjetër. Kështu, ai mori trenin për në vendlindjen e tij dhe thiri policin për t'i njoftuar. Kur arriti në shtëpi, ai u shkatërua. Ndërsa ai raziles, gruaja e tij hapi derën dhe u qetësua kur e gjeti shëndoshë mirë. Por kur ajo nuk e pa vajzën e saj, ajo menjëherë kërkoi atë. Viktori eshti për një kohë. Kjo e bëri gruan e tij në ankth dhe ajo doli jashtë për të kërkuar vajzën e saj. Ajo u bë më e shqetësuar kur nuk mundi ta gjente dhe u kthye brenda për të pyetur burrin e saj. Ndërsa hyri në dhomë, e pa atë duke qarë me duart mbi fytyrë. Ajo vrapoi drejt tij për të pyetur se çfarë kishte ndodhur dhe ku ishte vajza e tyre. Viktor nuk mund ta shikonte drejtën në sytë e saj. Ai ndihej fajtor. Kur ajo e pyeti përsëri, ai nuk kishte zgjidhje tjetër veç se t'i thoshte se dikush ja kishte marrë vajzën ndërsa ai flinte. Gruaja e tij u trondit kur e dëgjoi këtë dhe nuk mundi të kontrollonte lotët. Viktoria ngushëlloi gruan e tij dhe i tregoi gjithçka për ngjarjen dhe denoncimin në polici. Pa humbur më kohë, arritën komisariat. Ata dhanë detajet e së bijës bashku me foton e saj. Policia e siguroi çiftin se do t'i informonte sapo të merrnin një pistë dhe u kërkoi të qetësoheshin dhe t'i besonin procesit. Ndërkohë që policia nisi të kërkonte vajzën e vogël, edhe prindërit kërkuan kudo. Ata kishin shumë net pa gjumë, ata kontrolluan pustët e ujit, dyqanet, shtëpitë e shkreta, çdo vend që mund të mendonin. Viktor dhe Ludmila shkuan në rrugë me rrugë për ta gjetur atë. Por gjithçka shkoi kot. Megjithatë, ata nuk e lanë shpirtin e tyre të lëkundet. Ata vazhduan të kërkonin së bashku me policinë dhe nuk i dhanë fund kërkimit të tyre prej vitesh. Policia mbylli dosjen përfundimisht pas tentativave të shumta,
Por si munden ata, në fund të fundit, ata ishin prindërit e saj. A do të mund ta gjenin ndonjëherë? Ndërkohë që policia ishte ende në kërkim të vrullshëm për vajzën e vogël, ata dyshuan të gjithë nga fqinjet tek të afërmit. Gjërat u përkeqësuan kur policia filloi t'i fuste prindërit në kutinë e dëshmitarëve. Atyre u deshti në nështroheshin disa testeve të detektorit të gënjeshtrës, por i kaluan të gjitha. Natyrisht, si mund të mendonin ndonjëherë të dëmtonin vajzën e tyre, kur kishin harruar edhe ushqimin dhe gjumin, duke kërkuar atë në çdo cep dhe cep. Kishin kaluar 2 vjet dhe ata ende nuk kishin asnjë ide për vajzën e tyre. Viktor fajsoi veten. Ai mendoi se ishte gabimi i tij. Ai kishte fjetur dhe tani, për shkak të kësaj, vajza e tij ishte zhdukur. Ishte vetëm një ditë tjetër në jetën e tyre. Kishin kaluar vite që kur kishin humbur vajzën e tyre. Ata ishin shpërngulur në një qytet tjetër, por nuk mund ta harronin. Si munden ata? Ajo ishte vajza e tyre e dashur. A do të merrnin përgjigje lutjet e tyre? Dhe kjo gjithashtu pas kaq shumë vitesh. Ishte mesditë. Ata ishin duke bërë punët e përditshme kur mori një telefonat nga komisariati. Pse do t'i thriste policia? Një grua në linjë shpjegoi se një vajzë kishte pyetur për ta, duke pretenduar se ishte vajza e tyre. Familja ishte e shtangur, kishin kaluar vite, por mendimet për ulja nuk kishin venitur kurrë. Motra e madhe e Julias, Nadia, thiri numrin që oficeri dha. Mendja sa nxitoi se çfarë të thoshte. Por në momentin që dëgjoi zërin anën tjetër, mendimet e saj u shkrin. Ishte ajo. E tronditur, Nadia tha: "Përshëndetje, unë quhem Nadia. Unë jam motra juaj e madhe." Julia u përlot, duke njohur zërin në çast. Më pas Nadia ia dha telefonin nënës së tyre. Megjithse koha kishte kaluar dhe zërat ishin pjekur, instinkti nënës e dinte, ishte vajza e saj. Pas thirrjes, emocionet u ritën, gëzimi, faji, konfuzioni. Mendimi i tyre i vetëm tani ishte të sillnin në uljen në shtëpi. Por vërshuan pyetjen: ku kishte qenë ajo gjithë këto vite? Çfarë kishte ndodhur atë ditë? A ishte ajo me të vërtetë fëmia e tyre i humbur? Për shkak se policia ishte përfshirë, kërkoi një hetim zyrtar përpara çdo ribashkimi. Të nesërmen, të gjithë u mblodhën në komisariat për një test të ADN-s. Pasi rezultatet konfirmuan ndeshjen, dyshimet u hoqën. Por pyetja më e madhe mbeti: çfarë ndodhi në të vërtetë atë ditë? Pasi mbaruan testet, familja u ul së bashku për të dëgjuar historinë e uljas. Ajo ul në ishtje, me sytë ngulur pranë, ndërsa fragmente kujtese ktheheshin. Asaj u kujtua se ishte ulur në tren, pasi babai i saj kishte zënë gjumi, duke parë perëndimin e diellit. Kur një burr aty pranë, nisi një bisedë miqësore. Ai duke i besueshëm, mi i vjetër, i butë. Gruaja dhe djali i tij u bashkuan dhe ajo mirë priti shoqërinë. Pastaj erdhi oferta. Ndërsa treni ndaloi, ata e ftuan atë të zbriste dhe të shihte perëndimin e diellit nga afër. Ajo nuk pranoi, e kujdesshme se treni mund të largohej. Por ata këmbgulën se do të qëndronte për një orë, duke bindur atë se ishte e sigurt. Ajo e ndoqi. Pak qaste më vonë, ndërsa admironte pamjen, ajo u kthye për t'i falenderuar, por u ndesh me një leckë të shtypur mbi gojën e saj. Errësira pasoi. Ajo e kujtoi me lehtësi trenin që niste, ndërsa babai i saj flinte brenda. Ajo përpoq të bërtiste, por asgjë nuk doli. Ajo ishte zhdukur. Ajo rifitoi vetdijen në një tren tjetër, duke dëgjuar biseda. Ata nuk ishin as pak një familje. Ata ishin të arratisur, ndoshta kriminal. Djali ishte thjesht një tjetër bashkëpunëtor. Për ditë, ndoshta javë, ajo mbajte dobët nga uria dhe substancat injektuara. Kujtimet e saj u turbulluan, trupi i saj u dobësua. Ata lëviznin vazhdimisht nga një vend i fshehur në tjetrin. Përfundimisht, ajo u braktis, e mbetur vetëm në platformën e një stacioni treni. Ajo kujtoi se ishte ulur buzëshinave e pajet dhe padukshme. Njerëzit kaluan pa e vënë re. Ajo donte të qante, por edhe lotët e saj ishin zhdukur, të tharë nga droga dhe trauma. Ajo ul, e pafuqishme, e raskapitur, e uritur. Pikërisht kur shpresa ishte venitur, policia e stacionit e vuri re. E morën, e ushqyen dhe e lanë të pushonte. Kur ajo rifitoi pak forcë dhe më në fund mundi të fliste, ata filluan të pyesnin për të kaluarën e saj. Ata i thanë asaj se ishte në një stacion policor lokal në Riazan, gati 500 milje nga shtëpia e saj e vërtet. Në vitin 1999, kur ajo mor nga babai i saj, Bielorusia dhe Rusia ndanë kufi të hapur. Kalimi pa pasaport ishte i lishëm, kështu që rëmbyesit e saj nuk e kishin problem ta lëviznin pa u vënë re.
ligjet më të forta mund ta kishin parandaluar vuajtjen e saj. Policia e Riazanit nuk mund të linte vetëm një 4 vjeçare në qytet. Ata vunë rreth theksin e saj bielorus, por kërkuan vetëm në vend në Rusi. Asnjë alarm nuk u dha përtej kufirit dhe kërkimi përfundimisht përfundoi në dështim. Pa pista, ata e vendosën atë në një jetimore lokale. Atje, Julia u tërhoq, e jeshtur e dobët, duke refuzuar ushqimin. Disa ditë ajo qante derisa e merrte gjumi. Ndonse prindërit e saj ishin gjallë, ajo mbeti e humbur për ta. Jo shumë kohë më vonë, ajo birësua nga një familje e sjellshme ruse. Me dy vëllezërit e saj të rinj dhe prindërit mbështetës, ajo u shërua ngadalë. Gëzimi u kthye, ajo u gëzua sërish, e adhuruar nga të gjithë, ashtu siç kishte qenë nga familja e saj e vërtet. Julia u bë një grua e sigurt dhe e bukur. E njohur zyrtarisht si Julia Gorina, ajo kthente kokën kudo që shkonte, por zemra e saj përkiste Ilija Kruov, një burr i 7 vjet më i madh se ajo dhe mshuria e të cilit e tërhoqi. Megjithatë e donte shumë familjen e saj të re. Ajo kur nuk i harroi rënjët e saj. Për respekt, ajo mande të eshtur kërkimin e saj, por nuk pushoi së shpresuari për të gjetur familjen e saj biologjike. Një ditë, ajo i tha Eliz gjatë drekës. Ajo i tregoi për ndarje nga babai, jetën e saj në jetimore dhe adoptimin e saj. Ajo u përgatit për gjykim, por gjeti vetëm mbështetje të palëkundur. Ilia filloi menjëherë ta ndihmonte. Pas shumë rrugësh pa krye, ai gjeti një zbulim. Një artikull gazete disa dekadash për një vajzë të zhdukur. Fotoja dhe historia përputheshin shumë me Julian. Lotët rodhën teksa ajo konfirmoi se ishte ajo. Ai gjeti baban e saj në rrjetet sociale dhe i dërgoi një mesazh të mbushur me emocion. Por ditët kaluan pa përgjigje dhe shpresa e saj filloi të shuhej. Ilia i kërkoi të mos dorëzohej. Ata kontaktuan policinë bieloruse dhe këtë herë funksionoi. Më në fund ajo arriti tek prindërit e saj. Nëna e saj qau dhe e puthi përmes telefonit, duke premtuar se do të kompensonte vitet e humbura. Menjëherë pas saj, Julia vizitoi familjen e saj. Kur ajo mbriti, përqafime dhe puthje u derdhën nga të dy anët. Në një vizitë, ajo dhe babai i saj u kthyen në stacionin ku filloi gjithçka. Ai kërkoi falje që ra në gjumat të ditë, duke fajsuar veten për gjithçka. Ata rindërtuan lidhjen e tyre dhe dhimbja ngadalë i ala vendin shërimit. Julia zbuloi gjithashtu se kishte një vëlla më të vogël, Dimitrin, së bashku me motrën e saj Nadia. Ajo tani kishte 2 grupe prindërisht të dashur dhe një shtëpi plot me vëllezër e motra. Ajo konsideronte veten gruan më me fat në botë. Sot, Julia jeton në Riazan me burrin dhe vajzën e saj, Kristina. Ajo i viziton të dyja familjet rregullisht, duke çmuar dashurinë që dikur kishte frikë se do ta humbiste përgjithmonë. Historia e saj jo vetëm që i bashkoi atë me të kaluarën e saj, por frymëzoi prindërit e saj birësues që të rifillonin kërkimin për vajzën e tyre të zhdukur, duke shpresuar se dhe ajo do të gjente rrugën e saj për në shtëpi, ashtu si Julia.